kur është kandiduar për herë të parë për i LDK-s për Parim Rama, shokët mi në Londër në habit, qysh ajo konë aktivisti për LDK-s, nga tash për kandidon LDK-ja. Edhe me krejt ato qëfar mënyrën se si është cilë, si po mdoj si ka qeverisur në Prishtinë, edhe me shpalosjen e ty deklaratëve tjera, do ma shumë si antari i PDK-s të saj LDK-s. Edhe kjo ka qenë e pritshme që një ditë kalon krejt në PDK. Kjo në fakt është një kalim jo zyrtari për Parim Ramës në PDK. Nëse kalon për Parim Rama në PDK, i bjen që komunën e udhëheq PDK apo LDK? Jo, tash, mendoj nga sot komunën e udhëheq PDK-ja. Nga sot komunën e udhëheq PDK? Kjo është nëse e qartë. Dhe më ka udhëheq edhe ma përpara, po mendoj, po... Prapasken? Po, ma në prapasen, do më që kur ka ardhë për Parim Rama, po sot edhe zyrtarisht udhëheq PDK-ja. Tash ajo është një kandidat, akoma zyrtarisht kandidat i pavarur, por përderisa LDK është distancuar nga veprimet e tij, e përderisa ai ka bërë nënkryetaren nga rrotët e PDK-s dhe sigurisht edhe zyrtarë tjerë, aktivistë tjerë, kjo mund të quhet që zyrtarisht ai qeveris me PDK-n në Prishtinë. Është krejt, duhet jetë një mësim për LDK-n, që kur ti merr njerëzit, kur ti aktivizon parti, kur me pa dhe profilin e tyre ideologjik, se nuk mund është ndoshta për një interes, me bo njëherë me pru të partia jote, por nësa ideologjikisht i takon një tjetër partije, a i herë dhe kur do, kamerate aty të mileu i vetë, edhe kjo ka ndodhë dhe me për Parim Ramën edhe është krejt normale, është një mësim për LDK.